Shpendet e prekura nga influenca aviare AH5N8 dhe laringotrakeiti infektiv nuk u groposën konform rregullave në fuqi, sipas auditimit të kontrollit të lartë të shtetit. Raporti i KLSH-s ka gjetur shkelje të shumta procedurale dhe mungesë dokumentacioni në procesin e asgjësimit të shpendve, duke ngritur shqetësime për mënyrën e menaxhimit të mbetjeve me rrezik biologjik dhe ndikimin e mundshëm në mjedis dhe shëndet. Sipas auditimit, në vitin 2022 janë groposur 3214 pula në kompaninë AIBA në fshatin Rashbull të Bashkisë Shijak. Proces verbali për këtë veprim nuk përcaktonte vendin konkret të groposjes dhe rezulton i panënshkruar nga përfaqësuesit e pushtetit vendor, Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, tatimeve, Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe strukturave të epidemiologjisë. Auditimi thekson se përcaktimi i vendit të groposjes është bërë në kundërshtim me legjislacionin për shërbimin veterinar, mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e burimeve ujore. Po në njëjtin vit, janë grumbulluar, transportuar dhe asgjësuar gjithsej 66.274 shpend të ngordhur nga e njëjta kompani, përkatësisht 35.000 dhe 31.274 krerë. Procesverbalet e këtij operacioni rezultojnë të paplota, ndërsa auditimi konstaton se subjekti transportues nuk kishte licencën e duhur për kategorinë e mbetjeve infektive që lidhen me kujdesin veterinar. Shkelje të tjera janë evidentuar në rastin e groposjes së 317.790 krerëve shpend në fshatin Bodinak, Maminas. Për vendin e groposjes nuk kishte dokument pronësie, hartë treguese apo planimetri, si dhe nuk kishte asnjë studim mbi përshtatshmërinë e tokës, praninë e ujrave nëntoksore apo rrezikun e ndotjes së tyre. Po ashtu, auditimi konstatoi mungesë kontrate për shërbimin e kryer, mungesë faturash dhe dokumentesh për sasinë e shpendëve të dorëzuar për asgjësim. Një tjetër rast lidhet me groposjen e 212.900 krerëve shpend nga një tjetër subjekt në fshatin Xhavzotaj të Durrësit. Edhe në këtë rast, procesverbalet rezultojnë pa firmat e institucioneve që duhet të merrnin pjesë në proces dhe pa dokumentacion për përshtatshmërinë e tokës, praninë e ujrave nëntoksore apo distancat nga zonat e banuara dhe burimet ujore. Problemet e njashme janë konstatuar edhe për asgjësimin e 540.410 kokrave vezë të kompanisë AIBA në fshatin Rashbull gjatë po këtij viti. Këto mangësi tregojnë se proceset e asgjësimit të shpendëve dhe produkteve të tyre nuk janë shoqëruar me dokumentacion të plot teknik, mjedisor dhe financiar, duke krijuar risk për kontrollin e mbetjeve infektive dhe për mbrojtjen e mjedisit.